Dasma shkodrane, një shfaqje plot emocion, ka mbërthyer art të dashësit në pazarin e vjetër në qytetin e Korçës për 3 orë me radhë. Mesazhi ishte se Shkodra dhe Korça kanë shumë të përbashkëta. Historikisht në kryeqendrën e Veriut, Dasma nuk i përkiste vetëm familjes së çiftit, por ishte festa e të gjithë lagjes. Kjo trashëgimi për instrumentistin Lorenzo Radovani po synohet tu përcillet brezave, për ta kaluar këngën nga një brez në tjetrin, tradita që bukur e këngëve të kënduara live nga një orkestër. Artistët të ndryshëm kanë performuar atë që ka më të mirë kanë mundur të japin publikut. Më kujtohet që në vogëlin time që rini mas dyerve të portave të mëdha të qytetit, aty ku zhvillohen darsma të proborët, e dëgjonim muzikë të bukur, dëgjonim këngëtar të mirë, gjithë këngë ne kemi përfshi, edhe kemi bërë një seleksion të gjërave më të mira që përfaqëson ceremoniali i dasmës shkodrane. Dasma shkodrane interpretohej nga këngëtar dhe instrumentistë të brezit të ri, ata që duhet kujdesen për ta mbajtur gjallë shpirtin artistik të këngëve të njohura shkodrane. Dasma shkodrane, e cila është një institucion vetvete, sepse kjo dasmë shkodrane pasqyron ashtu si duhet vlerat qytetare të këngës qytetare shkodrane dhe jo vetëm, por edhe të humorit të Shkodrës, sepse dasma thash ka qenë një institucion. Dhe tu qenë një institucion nuk kanë gëzu vetëm 2 familjet të cilët kanë bërë dasmën. Ka gëzu gjithë lagja, ka gëzu gjithë qyteti dhe aty është shpreh skena, dashuria, anërat e mëdha, është shpreh talenti, humori. Dasma shkodrane erdhi në Juglindje në kuadër të projektit Dita Shkodrane në Korçë, mbështetur edhe nga bashkia e këtij qyteti.